Almanaku on this day. Ngjarjet më të rëndësishme ndër vite. Në Top Albania Radio. Në vitin 660 para erës son, data tradicionale e themelimit të Japonisë nga perandori Jimmu. 1826 u themelua University College London me emrin University of London. 1886 merret vendimi fëmijët në moshën 9 vjeç nuk mund të punojnë në fabrikat italiane. 1900 ndahet nga jeta Ali Kelmendi, heroi i popullit, një ndër personalitetet më të njohura të lëvizjes komuniste të Shqipërisë dhe Kosovës. 1920 Tirana u shpall kryeqyteti i Shqipërisë gjatë Kongresit të Lushnjës. Ajo zëvendësoi Durrësin që ishte kryeqyteti i përkohshëm deri në atë moment. 1928 hapet edicioni i dytë i lojrave olimpike dimrore në St. Moritz. 1929 Mbretëria e Italisë dhe Vatikani nënshkruajnë Traktatin Lateran. 1943 Lufta e dytë botërore. Generali amerikan Eisenhower merr komandën e trupave aleate. 1945 Bisedimet e Jaltës çojnë në prag të ndarjes së botës në dy makrozona gjeopolitike. 1959 Federata e Emirateve Arabe të Jugut, e cila më vonë do të bëhet Jemeni i Jugut, krijohet si një protektorat i Mbretërisë së Bashkuar. 1975 Margaret Thatcher zgjidhet kryetare e Partisë Politike Konservatore. 1979 Ali Khomeini merr pushtetin në Iran, me rrjet Republika Islamike. 1990 Nelson Mandela lirohet nga burgu Victor Vorster jashtë Cape Town në Afrikën e Jugut pas 27 vjetësh si i burgosur politik. 1990 boksieri James Douglas kurorzohet kampion bote në pesha të rënda në Tokyo. 1993 Janet Reno bëhet gruaja e parë që kryeson Departamentin e Drejtësisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës. 1995 Ania Discovery emisionit STS-63 kthehet në tokë. 1997 Space Shuttle Discovery niset në një mision hapësinor për të shërbyer teleskopit Hubble. 2001 një programues holandez lançon virusin Ana Kournikova duke infektuar miliona emaile përmes një fotografie false të yllit të tenisit. 2003 Kina njofton një shpërthim të infeksionit të quajtur SARS në Guangdong. 2011 presidenti egjiptian Hosni Mubarak njofton dorëheqjen e tij pas mbi 30 viteve në pushtet. 2012 këngëtarja e famshme Whitney Houston humbi jetën nga overdoza në moshën 48 vjeçare. U gjet pa shenja jetë në shtëpinë e saj në Beverly Hills. 2013 Papa Benedikti XVI njofton dorëheqjen, duke u bërë papa i parë që dorëhiqet që nga viti 1415. 2014 ndron jetë Skënder Sallaku, aktori i njohur shqiptar i humorit.